Ambasador, pyetja për ju është direkte. Përse Rusia po zhvillon këtë luftë hibride dhe jo vetëm dy rastet më spektakolare janë këto që ne po i analizojmë, por edhe me Letonin, edhe me Estonin, edhe me vendet baltike, edhe me vendet nordike. Përse i duhet Putin dhe Rusis një luftë e tillë në disa fronte, ndërkohë që ka një hall shumë të madh përpara, që është Ukraina? Po, pyetja është shumë e drejtë, po duhet të themi që Putini, përveç projektit ti gjigant që është rikthimi perandorisë ruse, këtë kërkon që me çdo mënyrë të bëj presion e Europës në radhë të parë për ndarë zonat e saj të influencës. Dhe në këtë kuptim, të gjitha ato provokimet që bën Rusia në kufirin e Europian, është një testim të reagimit të Europës, e cila akoma nuk ka arritur që të jetë e qartë në veprimin e saj mbrojtës dhe çfarë duhet bëj, jo vetëm me Ukrainën, por edhe me veten e saj në një periudhë më të gjatë. Prandaj, kjo në radhë parë në Poloni, sidomos, është e vazhdueshme për disa arsye, mendoj unë. Në radhë parë, profesori mund t'i di dhe më mirë, po Polonia është fuqia më e madhe në lindje të Europës, ka një rol të veçantë. E dyta, vetë Polonia është një nga pilarët që kërkon që luftën që mund të vijë nga Rusia, e shikon një realitet që mund të ndodhi nga ditë në ditë. Ministri i Jashtëm Sikorski e ka nënvizuar, e kemi ne radhën. Po. Edhe në këtë kuptim, edhe pregatitja e saj ushtarake, mendohet që edhe në 2027 të arrijnë 6% buxhetit tyre. Ka një bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ajo që është më e rëndësishme për Polonin është vendi që mund të krijojë një rip sigurimi me iniciativën e 3 deteve, që fillon që nga Finlanda dhe mbaron në Ukrainë në detin e Zi. Pra është një fuqi tepër e rëndësishme, një fuqi në rritje, dhe Rusia ka atë lakmin duke i thënë Europës që unë jam prezente dhe jam këtu. Ka gjetur Poloninë edhe për diçka tjetër, se Polonia që në fillim të erës ka thënë që edhe në qoftë se Europa nuk angazhohet për të mbrojtur çështjen e Ukrainës, unë do të vete dhe do të bashkohem së bashku me të. Në lidhje me dronën, ky është një problem i dronëve që ne duhet mësojmë, është koha që dronët kanë marrë një përparësi. Problemi europian i mbrojtjes dhe në takimin e fundit NATO si u bën në Bruksel, ishte sepse fuqia mbrojtëse e NATO-s dhe e Europës nuk është përgatitur për një sulm të tillë nga dronët. Pse? Se dronët që prodhohen, sidomos dronët të cilët Rusia edhe i vetë prodhon tani, një pjesë e tyre i merr nga Irani dhe nga tjera, prodhimi tyre është low cost, shumë pak. Mënyra e mbrojtjes të linjës ajrore për europianët është me aeroplan me miliona dollar, me raketat kushtueshme dhe me tjerë, dhe nuk kanë një përputhje. Do me thënë, provokimi që vjen me mjete të lira dhe të fare, duhet t'i përgjigjesh, po ti nuk ke mundësi të argjosh kaq shumë, kur dihen që edhe aeroplanët supersonik që ti përdor janë me dhjetra dhe qindra milion, po ti janë të klasit të lartë, ashtu si edhe pajisjet e municionet janë tepër të shtrenjta. Prandaj, këto janë forma të një vazhdimësie të luftës, që Rusia gjithmonë e ka thënë që te Ukraina ajo gjithmonë mendon që është pjesë e thellësisë saj strategjike, është pjesë e saj e mbrojtjes që do të krijojë. Por pikësynimet e saj i ka thënë janë edhe vendet baltike, Polonia, po edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. E drejtë.